Një gangster shqiptar i dënuar për vepra penale të vrasjes dhe terrorizimit është i lirë të ecë në rrugët e Mbretërisë së Bashkuar teksa lufton deportimin. Maxim Çela, 59 vjeç, u ndalua në Britaninë e Madhe pak pasi kreu gjysmën e dënimit 25 vjeçar në Shqipëri. Ai u ka kushtuar taksapaguesve 10.000 pound për të luftuar deportimin për arsye të drejtave të njerëzit. Çela pretendon se jeta e tij do të rrezikojë nga mafiozët rival nëse do të kthehej në vendin e tij. Ai aktualisht është i liruar me kusht në pritje të një vendimi për çështjen e dëbimit të tij. Çela u burgos për planifikimin e vrasjes me Kalashnikov të policit Klenti Bano, i cili u qellua jashtë shtëpisë së tij në Lushnjë në prill të vitit 2000. Ai ishte gjithashtu i përfshirë në komplotin për të shpërthyer një bombë pranë stadiumit të Roza Haxhiu në qytetin shqiptar të Lushnjës, duke patur si objektiv një shef policie. Në vitin 2012, Çela u dënua për antarësim në organizatë kriminale, vrasje, armbajtje dhe municione luftarake dhe veprime të lidhura me terrorizmin. Ai ishte një antar i lartë i bandës së Lushnjës, një sindikat kriminale që terrorizoi qytetin në fund të viteve 90. Çela fillimisht u përpoq të kërkonte azil në Mbretërinë e Bashkuar, gjë që u refuzua nga një gjykatë imigracioni e nivelit të parë. Pretendimi i veçantë i Çelës se ai do të kthehej në objektiv të rivalëve nëse kthehej në Shqipëri u pranua në mënyrë të diskutueshme. Ky pretendim bazohej në nenë 2 dhe 3 të Konventës Evropiane për të drejtat e njerëzit, duke garantuar të drejtën e jetës dhe duke ndaluar torturën. Sekretari i Brendshëm apeloi kundër vendimit i cili më vonë u zbulua se ishte një gabim ligjor. Downing Street konfirmoi se qeveria po apelon këtë vendim. Një gjykatë e nivelit të lartë do të vendosë nëse Çela mund të qëndrojë në Mbretërinë e Bashkuar gjatë një seance dëgjimore 2 ditore që fillon më 31 mars. Edhe nëse u mbet këtë çështje, ai mund të bëjë ankime të mëtejshme në gjykatat më të larta. Ky proces do t'i lejonte atij të qëndronte në Britani derisa të shterren të gjitha rrugët ligjore. Çela besohet se ka fluturuar në Mbretërinë e Bashkuar nga Spanja duke përdorur një pasaportë false. Ai thuhet se kishte planifikuar të zhdukej mes komunitetit shqiptar të Britanisë, por u kap menjëherë pas mbërritjes. Ai fillimisht u mbajt në qendrën e largimit e migracionit në Colnbrook pranë Heathrow përpara se të lirohej me kusht, shkruan GB News. Ish ministri konservator i Zyrës së Brendshme Kevin Foster dënoi vendimin për t'i dhënë Çelës lirimin me kusht, duke i quajtur atë që shembull tjetër të marrëzisë të drejtave të njerëzit në gjykatat tona. Është skandaloze që çdo gjykatës mund të mendojë se të drejtat e këtij terroristi të rrezikshëm ishin më të rëndësishme se drejta për qenë i sigurt në këtë vend nga njerëz të rrezikshëm si ai. Ta Foster, mëtej ai deklaroi se gjyqtarët duhet të gjejnë një rrugë për të larguar Çelën nga Britania. Një zëdhënës i Zyrës së Brendshme tha: "Ne do ta kundërshtojmë këtë apel në gjykatën e lartë. Kërkesa e Çelës për azil është refuzuar dhe ai nuk ka marrë asnjë mbështetje nga qeveria gjatë kohës së tij në Mbretërinë e Bashkuar."